Mirë mbrëma dhe mirë se po takohemi të dashur miq në kuadër të emisionit Një jetë në një orë. Edhe sonte jemi bashkë dhe do të përpiqemi ta njohim një protagonist tjetër. Sonte i zgjedhuri ynë është nga fusha e shëndetësisë që shumë prej jush e keni takuar, keni bashkëbiseduar dhe njihni në profesionalizmin e tij. Por ne sonte përmes këtij emisioni do ta njohim në një dimension tjetër. Doktori Mentor Ruka, neopsikiatër, vazhdimisht është me ju me këshilla dhe informacione të shumta, qoftë përmes kronikave të përgatitura në televizionin ton, por edhe përmes takimeve në ordinancën e tij. Prandaj ju lutem që sonte ta përcjellni këtë emision dhe të shihni se në të vërtetë çfarë ka marrë me vete gjithë jeta e profesorit dhe doktorit deri në këtë kohë, si është zhvilluar ajo përgjatë kohës së tij të studimeve, fëmirisë, rinisë, krijimit të familjes e gjithsesi edhe puna e tij e tanishme, e cila është shumë aktive. Doktor, mirë se erdhe dhe faleminderit. Mirë se gjeta dhe faleminderit juve për këto fjalë hyrëse. Jam mirënjohës. Gjithmonë kur kthehemi në kohë, kthehemi përmes fotografive, shohim se jeta shpesh herë disa momente të jetës na humbim, por janë fotografitë ato që na sjellin në rikujtesë. Në aspektin tuaj profesional, sa është e rëndësishme kujtesa e ngjarjeve të mira, por edhe të këqija gjatë jetës? Gjithmonë, ndoshta orientimi do të ishte të kemi vetëm përjetime të këndshme, por pashmangshëm neve ekspozohemi dhe momenteve të mos realizimit të atë dëshirave tona, synimeve të momentit edhe tjera. Këto krejt tregojnë për një moment veçantë që fotografia e rastit e çastit është ndërlidhur edhe me ndjesi të këndshme, por edhe me momente që na rikujton momente që s'kishin dashur ndoshta të rikujtojmë, por ja që fotot janë para nesh edhe janë një dëshmi e gjallë e momenteve tilla të kaluara. Nga ana e fushës së psikologjisë kam lexuar diku të ketë thënë që njeriu pavarësisht moshës që ka, kujtimet e fëmirisë i mban mend gjithmonë. A ndodh kjo edhe në fushën tuaj? Po, patjetër, sepse në shtresin e formimit të këtyre engrameve të kujtesës, ato janë të më të depozitume në shtresat më të thella subkortikale, edhe rikujtimi tyne është thjesht nxjerrje diçka nga thesari i përjetimeve të momentit. Ne sonte do të bashkëbisedojmë për kohën tuaj të deri tanishme. Kemi zgjedhur disa fotografi të cilat janë të rëndësishme për ju e gjithsesi faleminderit që i ndani edhe për shikuesit tanë. Prandaj nëse jeni gati do ta kishim nisur këtë betejën e fotografive që të flasim për shumë momente për cilat ju pretendoni se janë të rëndësishme. Do të jenë edhe befasi për mua që keni përgjedhur. Gjithsesi. Ja, një fotografi që na kthen të rënjët, besoj. Prindmi të çmuar, unë si bebe me vllaun pak më të madh, i cili ndjeri nuk jeton, se si pasojë do smundjeve dhe shqetësime. Në atë kohë një sinonim, një familje. Babi ka qenë jurist me profesion, nana nuk ka qenë e shkolluar sepse rrethanat kohore nuk kanë lejuar atë kohë që femra tjetë në nivelin e vetë emancipimit, po ne fëmijët jemi pasqyrë edukatës që na kanë ngulit ndërdije, me sjellje, me dashuri, me ndoshta dhe lot tonë ne i kanë përshafu ndryshe. Një moment në aspektin tim profesional thasha ku kanë gjetë forcë dhe jetesë, sepse 3 fëmijë para meje kanë vdek, si kanë mujtë me na buzëqesh neve të tjerëve që kemi prit mandej adhurimin, ledhatimin e tyne dhe përshafimet e tyne që ne kanë da për një jetë thjesht shumë normale emotive. Çfarë mban mend nga fëmiria? Cilat janë ato kujtimet për të cilat ti i ndan, ndoshta përmes kësaj fotografie në një moshë kaq të vogël? Si ka qenë ajo fëmiria juaj? Ndoshta struktura e punës neve na ka mundësuar që një stres përpara ka qenë një stres e mesme. Po. Edhe në këto kushte veshja, ushqimi nuk kanë qenë në vërën e dyshim.
e di që po prapë si fëmijë pritshim rikthimin e babës nga Prishtina se vike me një kuti, me një pako me biskuita ose diçka tjetër që neve na gëzojshin shumë. Natyra e fëmijës se tillë shtemi qesh gjithmonë ndoshta synin më të und edhe na kanë dash, na kanë çmu, që kjo më tepër më kujton se ndoshta edhe vetë tash erdhem në ato momente kur s'kem llogari që ka shpejt vim në ditë të pensionit. Por se prap thjesht fluturoja kohë dhe të vetëdijshëm neve por i kthehemi shpesh në kohën a thuj jemi edhe mujtë me qenë si prindër për fëmijët tonë në çat nivel çfarë kanë qenë prindit tonë ndaj nesh. Shumë e bukur kjo. Shkollimi, situatat e ndryshme jetësore, ndërtimi i shtëpisë, oferta që të shkojmë jetojmë në Prishtinë, këto i mbaj mend si fëmijë, por ndoshta me zgjedhje ka mujt me pas edhe zgjedhje tjera, por këto prapë janë ngulitur në psiqikën tonë të krejt fëmijëve. Ndoshta jo vetëm neve si familje, po secila familje ka një ofertë, një momentum që ndoshta e shfrytëzon në mirë ose nuk e shfrytëzon, atëherë e kam fjalën se kem pas mundësi me jetu në Prishtinë. Po. E mandejna 5 fëmijë, mas këtyre fëmijëve që nuk janë në mesin tonë. Kemi pas trazira shumë me vendbanim me bartje, me shprëngulje dhomave, studente dhe tjera, që këto kanë qenë mundësi të ishin të zgjidhura në atë kohë me një vendim më arsyeshëm me shku me jetu në Prishtinë. Shumë e bukur. Kalojmë te fotografia tjetër, shohim ku do të na shpije, në cilën periudhë kohore, prap këtu me? Kjo është figur ikon me babën, edhe vetë frizura ime e tregon pak animin ka dashuria prindit, por unë këta kuptoj kur moshën 6 vjeçare kam pas një setër dhe pantoll për masën time, e kuptoj dëshirën e prindve sepse prej momenti që ata kanë humbë 3 fëmijët e parë, dëshira aty ne kanë qenë që fëmijën e radhës ta shohin sa më shpejt tritur. Edhe një moment tjetër në jetë që çdo familje gjakovare ka pas dëshirë që të ketë fëmijën e parë mjek, fëmijën e dytë inxhinier, çfarë do la mie, ne kemi realizuar se në ndërdije, ndër sugjerimet e tyre, ne i kemi realizuar ato dëshira të tyre që një fëmija i parë të jetë mjek e fëmija i dytë të jetë inxhinier. Sa e bukur kjo. Ke pas një lidhje të veçantë me të, besoj se ti edhe i madhi, apo? Po, fëmiu i madh. Po, patjetër, për kraja këtyne nuk na mungu për asnjërin prej fëmijëve. Gjithë kemi kry fakultete, kur s'kam ndodhur që të kemi ndonjë konflikt me dikon në lagje, sepse mas pare u ndërshkoshim ne dhe u skajoshim e mandej të pyet ke çka ndodhi. Duke u rritur ti, duke qenë syt tek ti, sepse për shkak të specifikave që pas ka pas familja juaj, gëzohej duke ti parë sukseset? Si i kujton? Jo ishte gëzohej, po ishte gjendje gati delirante kur kam dalë në shkallë dhe kam thonë që kam diplomu. Theke si, i kryva, krejt, po tha gjitha. Shka do me thonë kjo, thash, jem doktor prej njesit. Sa bukur. E heki palton edhe më shka shku palto e manalë sa pëmët për rreth në barë, prej dëshirë që nuk i ka ditë atë renditjen e provime profesionale në fakultetin e mjekësisë, po për të ndoshta ishte lehtësi minus një në obligime materiale. Kuptohet, po. E bukur shumë. Do të thonë gëzimi pa parë. Po, faleminderit. E bukur, kalojmë te fotografia tjetër. Diku në pushime, apo? Kjo është në deqanën e bukur në atë kohë, se kom pyet ku ka ndodhë, s'kem pas mundësi, as makina standard me shku në det, por me fëmijën me vllahun e vogël, unë me këto bregtelares. Ka qenë deqani atraktiv për një kohë? Po, vetëm edhe kolektiviteti i trasun i shoqënisë gjallë gjakovare, jo vetëm kolektivit në Mindorakut, në Apredakut që ka qenë një atëhershëm, janë kujdes për shëndetin e mirëqenien e punëtorëve tënë, sepse nuk është pak me të dërgu kolektivi në pushime verore në Kamenov, ose në Deçan. Në Deçan kemi qenë çdo vit, sepse
një freski e gështenjave, pishave, është kënaqësi e vërtet, relaksuese, pushuese, ku shokët me zveti në taku, kanë lozë, kanë këndu në mramje, kanë shetit, e gjitha këto... Gjë një atmosferë mirë, komunitare, I ka shti dhe ma tepër me mu kujdes për qatë kolektiv që ta mundësën që ta. E ki projektu si diçka të tëndën, sepse kanë kontribu në futjen e rrymes, ujit, bashkë kolektivisht punëtorët duke punu si punëtor krau. Dhe aso kohë, doktor, fëmijët janë kënaqur me ato zgjedhjet cilat i kanë bërë prindërit, që sot nuk është. A është ndoshta si e vlerësoni më mirë ka qenë atëhera apo sot, që fëmijët janë kënaqur me një preferencë të prindërve? Natyrisht neve kemi në shtyp e potencume se duhet me na falenderu se gjenerata e viteve fillestare prej 59, prej 60 e tutje, janë gjeneratë që janë lidhë, që janë rritur pa platforma tila të ndryshme elektronike, janë pa Google, pa Skype, pa si do të shka të qoftë, edhe gjeneratet e tila i kanë lënë vendimin e marrjen e vendimeve pas një analize vetanake, jo të konsultu me botën digjitale. Prandaj, në atë kohë unë e marrë vesh që thjesht jemi si gjenerat pak ma avancune, sepse ndoshta është ngecje mrapa në zhvillimin teknologjik për atë kohë, por në Helsinki, në Suedi edhe në shtetet skandinave, telefoni depozitohet tash e tutje në orën e parë, vetëm e lejohet atyre që janë me trajtime, me terapi, me insulinë ose diçka tjetër, në mënyrë që ma shumë të shoqërohen, ma shumë të ndrojnë mendime, ma shumë të marrin konceptet ndryshme jetësore, përvojat e ndryshme, sepse për ndryshe fëmijët kur po janë bashku, i shenë për çdo lokale, për mi e blejtë qetësinë e tyre, po duhet mi dhënë telefonin, edhe fëmijët shumë herët preokupun, tash prej shfletimit të hershëm ata kanë vështirësi në koncentrim, se asnjë foto nuk e fshiri më shumë se 10-15 sekonda. Po shfletimi i dekoncentron edhe nuk po jep mundësi të fokusohen në elemente shkajnë parësore për momentin tillë. Faleminderit doktor, do të kalojmë tek fotografia tjetër. Pas pushimeve, tashmë këtu një djalë i veshur burrërisht. Çfarë të kujton? Pse është e rëndësishme kjo foto për ty? Stili i veshjes është një gjemperi mbi këmish, kënaqësi, më shumë që ti me qesh, por thash edhe njerë synim realizimit dëshirave të prindve kur në ka që dhe të qethja flokëve, gjithmonë kemi mënu që të gëzojmë prindin, që li në mundëson mirëqenjen që kem pas, kuptohet jo diçka të veçantë, por për një shtresë mesme, thjesht kënaqësive, edhe notat, edhe sjelljet, edhe veshja, e ka shënu një kohë shumë të vlefshme për secilin prej nesh. Ka edhe njerëz që është e din, po nuk e kanë një mundësi, po e din çka po flas, sepse na kemi projektu ndryshe një gëzim, një oshdasht me makinë, me babën, njerë të shku në Ferizaj. Me ngjasire një dren e kaloj rrugën. Për mua e ka qenë mandene kënaqësi disa mujshe, rekujtesha momentin Stina ka dalë para makinës, dreni në pjesën e Saralevës. Në momentet vogla, por që... Po jo, kuptim plotë, do me thonë se dhe të veshën për plot me emocione. Edhe busjeshja, edhe vesh pakës. Shumë. E bukre. Ecim tutje tek fotografia tjetër. Kjo është shtylla figura e nanës. I përmenda para që ka qenë shumë edhe ceke, se ka qenë vetëm 6 muaj mandej gjyshi e ka tërhek prej shkollës, sepse femrat që shkojnë në shkollë janë kësisoj, nuk janë bërë presionin psikologjik. Man se e theke edhe fjallorin, ka pas fjallë të ndryshme, normal, unë qeshi sot, sa turqizme ka pas gjuha,
atë saj kohë, por pa dashnin e prindëve tonë, ka qenë gjendje alfabetin, ndike edhe me nënshkru kur kishte nevojë disa shkronja, po që për 6 muaj ditë nuk kanë qenë mjaftueshme me zanë një dije të veçantë, ama në shpirtin e saj edhe figurën e saj, ne jemi pasqyrë vetë fëmijët e saj që kemi arrit atë synimin tonë, vetë anak edhe prindëror, që kanë qenë dëshirat e tyre që të edukatën. Edhe këto edhe në edukatën e sot që kemi ndaj fëmijëve tonë, themelet e një edukate çnosh janë të marra nga prindët tonë asaj kohe. Cila është ajo këshilla apo detyra që ta ka thënë shpesh që duhet ta mbash mend gjatë jetës, sepse nënat rëndom din të japin natyrshëm propozime e këshilla që pastaj bëhen pjesë e jetës së fëmijëve. Pikëspore ka qenë të arrim të arsimohemi nga se me një gjendje të tillë arrije edhe një ekuilibër i kënaqësi e veçantë e prindëve tonë që fëmijët po vazhdojnë shkollimin. 5 fakultete kemi kry, të gjithë në lamit e veçanta arkitekturës elektronikës, motra madhe ishte mjekësi, sot nuk jeton në Evropë, është në Amerikë, në Kanadë. Po. Vllau është arkitekt, 2 motrat elektroinxhiniere edhe unë me fushën e lamin e mjekësisë umane. Të gjithë të përgatitur profesionalisht, që do t'jetë dhurata më mira për secilin prind. Gjithsesi. Kalojmë te fotografi, po? Më kujtohet një moment e dishën që Sara që ishin smut, duhet më lasë nesër kemi më shkute mjeku. Sa e bukur. Kalojmë tutje? Shkolla. I kom përcaktu të gjitha disa fotot viteve, sepse është viti i parë, shkolla parë fillore. Më klasa e parë. Zonja Ganimete Hoxha, cila na zaventësoi zonin e ndjerë Milafer Morina. Edhe kom një që në grupin unë jam i dyti nalë, aty ta ideali me top. Me top, po. Edhe gjithë kom pas dëshirë që edhe post-mortem ky moment në të shërben si mirënjohja e gjallë e jona për kontributin e tyre dhënë në shkollimin tonë secilit, ku edhe numri vajzave është domethënës, edhe shkolla fillore është e Mindërokut, zonja Ganimete Hoxha atko, ka kalu mandene me jetu në Prishtinë. Mësuesit atëherë kanë qenë një figurë ndoshta të rëndësishme, po aq sa është nëna. Plotësisht edhe femna me karakter të qëndrueshëm, emancipues, edhe të palodhshme, të kujdesesh për 40 fëmijë në klasë, sicili me ato dëshirat e veta që të përparoj. Mesin e këtyre tash njoh janë inxhiniera, doktoresha, profesoresha në fakultet, Rizvanolli, Ragami, Ruka. Shumë ka qenë shkolla afër lagjës me minoritet, edhe më kujtohen edhe këto vajzat i shihni edhe vetë. Doktor, ke qenë ti prej atyre nxënësve të zhurmshëm apo prej atyre nxënësve të qetë, i tërhequr, që e ke bërë një shok dhe me atë? I zhurmshëm dhe pa tërheqje të veshëve nuk kam kalu asnjëherë për shkak kur vik djali hallës ose atje, sepse ai është pak më dinamik, më kështu që nuk kanë qenë ato diagnozat, atë ne ishin deficit and hyperactivity disorder, se shumica kishin meritu që titull. E bukur kjo. Ecim tutje pas klasës së parë, tashmë gjimnazist apo student? Unë e prita një foto, ato rënditjes, por janë fotot kur fëmijët u rreshtoshin për çdo vit shkollor. Edhe unë isha në mes, prej me filloi ke mesi, mëse vike ramja. Do ta kemi besoj edhe atë foto. Kjo është zoti Bojar Domi, në mes, pak hala sigur plot bund ndaj sistemit, ka ardhur prej Amerikës, edhe na ka jap kimin organike, po ma shumë e kishim shok, me qasje, me qëndrime, me dije, nxënje dijes. Tash prap këtu kemi, tash sot janë biznismena, ka doktora, koleg, ekonomista, inxhiniera,
elektros. Si zhvillohej jeta rinore aso kohë? Po, aso kohë, kur kishe nevojë mi taku shok, e kem pas në fushën sportive mrapa hotelit. Po. Do thonë, është ditë që gjithmonë aty takon edhe jo sikur sot pak tuajsun, më duket në vetëm shfrytëzimin e teknologjisë informative. Edhe telefonave që pak po kushtojnë spontanitet, nuk ka gjenerata se tilla, nuk që është një kolegën specialist i stomatologjisë në Zvicër, Indiri Osmane Gjabdyli, doktor Seledin Boshnjaku, Ali Sefa, Besnik Stavileci, Anand Sanhasi, edhe shok Besim Hadri, Zonëndeva është Indiri e mes me flokët pak gështeni. Po. Gjithmonë atë kohë bëjshim gara sepse në u lejo ke mbajtja pak e flokëve ma të gjatë, po që fëmijët sot qeshin për këto stile, sepse nuk i flen hatër një modë. Ka qenë një kohë kur ke qenë trend me kohën. Pantollat shiz në fund edhe flokët e gjata ka konë stil, i rinisë na njefshin si gjimnazista, edhe shëtitja me shoqe, thonë Korzo, këto janë të paharushme. Korzo ka pas specifikën e vetë, ha? Defile pak edhe të veshurit edhe rinisi edhe kush me kanë ka dëshirë më lidhë, mu taku pak e të më ndru shiqimet, më ndru në i prekje dora, se diçka tjetër diçka shumë... Deri në sa herë ishte kjo defileja? Deri sa të lodhët. Ku e kishte nisjen? Këtu të hoteli? Po? Ose festa vishke edhe ma poshtë deri të Barnatore ka qenë para rrugës Serbe, edhe deri tek shtëpia Mallrave. Se një farformë ka qenë një pik takimi për të rritë, besoj. Plotësisht. Pik referuse, ku me pa njëri tjetrin. Po, qash një edukat kemi qenë thjesht trajnun, sa që në qytet kër e shishim që në anën e tjetër të trotuarit është profesor i gjuhës shqipe, atyre na u skajëshim prej frikës, prej autoritetit mos na dëshet që jemi në rrugë. Imagjino sa. Dhe hënë kem pas respekt të autoritetin, nuk them që sot nuk kanë, e kanë plotësisht, por jo ashtu në ato synime, se ishen edhe plot incizime që bën, sot incizohen rrajet, vanë se me ndërhyjë, me ndërprej, po incizohen vetëm për klikime, për me arrit ato, shka është një lloj patologjie e vetës, edhe rastit, një moment i tillë, një qëndrim i tillë, ku e shen një dhunë që po zhvillohet pa marrë parasysh, edhe je konsument pasiv i asaj dhunë edhe asaj çlirimit të energjisë negative. E vërtet. Kalojmë te fotografia tjetër, doktor, edhe jemi besoj diku tjetër, tashmë, me këje këtu. Kjo është një shok shumë i ri, po këto unë kam quaj si tentimet e mia qasis ndaj muzikës. Se është një edhe me gitare, një foto tjetër me tupan, me daulle. Kam marrë si tentimet e mia pas sukseshme me mizotnu, më pëlqejke muzika, më pëlqejke gjithë shkafi, instrumentet, por ndurët mia ato ishin të papërdorshme. Cilat kanë qenë ato zhanret më të pëlqyera për ju aso kohë? Po na si gjenerat tash jemi rritur në pak me këngë të Beatlesave, Mick Jagger, Rolling Stones, plot grupa AC/DC, sepse muzika tëne për shkak energji pak ka din thjesht si bund, si revolt i sistemit më përparshëm, edhe jo vetëm për ne si gjenerat, po edhe në piknisjen e shteteve ku kanë fillu muzika e tillë, edhe synohet si ndrim, si revolucion. Kja muzika atyre më dhe kjo është thjesht gjatë një udhëtimi ku edhe shok që kishin afinitet kur ikshim në Shkugës ose dikun tjetër, ose verës e mëshin edhe instrumente muzikore edhe gjithë zbashku pak ato këngët e festivaleve, këto përcilleshin. E bënit një farloj shoqërie në vete, shoqëri muzikore. Ne një moment për me qesh, na u njoftum që nesme të shtunën kemi shëtitje. Vetëm se në rast e bjeshia dhe shka, shëtitja shtyhet.
Po na piti shires mës me i humbë rastin me shkru në shtetitje, i thanë kena me shku në Deçan. Edhe drejtori i shkollës ka lajmëruar sekretariatin atë kohë, policinë rrugore me na ndalë. Po na nuk shkuam në Deçan, po shkuam në Kom në lugin e Dragonit. Po. Qabrat. Ma afër me këto, kështu që ke dëfish në bom pushim, drejtorat shku ndëjnë Deçanin, shku kanë pak Deçanin, semi atje dhe ndërkohë. Do më thonë, nëzënës problematika në gjitha korët. Pa atje batrashe, në kushe mim shef. Po, ecim të fotografia radhës, shërbimi ushtarak, një disiplinë vete, apo? E shoh edhe gëzimin me dashok që kemi qenë zbashku, është Bala, Gazmen Bala dhe shoku jem stomatolog. Por kjo mu më asocion se ne patëm fatin e krym kemi qenë në zemër të shovenizmit serb, si shqiptarët gjithmonë veçunë edhe të përcjellun, mos po bim një kontakt si tillë. Edhe këtu edhe shumë vetëve ju kanë vu në kurth një që ti burgosin ose edhe ti lendojnë, nuk është edhe numri i vogël aty që kanë ardhur në Arkivol, ku kanë shkuar në një sistem me shërby për njohje ushtarake. Ai shoh gjithmonë zymtinë e shiqimit edhe mimikën time që nuk e kam qenë kurrë, sepse unë kisha nevojë, isha mjek, ka qenë qëndrimi ndryshëm ndaj me, por fëmijët e më të ri e më të vegjël kanë qenë pak të ekspozuar shantazheve dhe kurthave personale, nënçmuese, degraduese, ndëshkuese. Kanë qenë vende disa kazerma ku me disiplinë çuditshme i kanë shti me punu ma tepër për te i norma, vetëm si me ta thyjat krenarin kombëtare që prezentojshim si shqiptar. Sa e dhimbshme pak kjo. Po, pa tjetër. Gjithsesi. Por ka qenë një proces që është dashur të përfundoj, 12 muaj. Ka qenë, po, trajtimi obligueshëm 12 muaj me pushime, se mos pushime tjera, ku na kem shërbim profesion, edhe neve na kanë shfrytzuar edhe si profesionist. Se atje nuk i pas kompenzim kurrë material, 12 muaj, ndërkohë dikush ka pas familje, bashkëshorte, fëmijë të vogël, në kohën kur është dashur me shku shërbim. Këtu jemi të gjithë një gjenerat, 1959-60, lindun kur mas përfundimit të studimeve dhe ngradimit si mjek, jemi shku në shërbim të obligueshëm ushtarak. Unë kam qenë Nish dhe Novi Sad, të dy qendrat tilla pak njoftëna për nga qëndrimi jo i kulturun ndaj një shtrese nacionaliteti ku shpesher ke qenë një nënçmunë dhe i përbuzun. Provokimeve. Po, pa të larë. Tash, qysh kemi flajt qetë, nuk e di as vetë, por ka ndodhë që kanë ardhë shqetësime, sepse në atë kohë pa të ndodhë edhe një masakrë në Paraqinë, kur një shqiptar kinse ka vra nga gjitha nacionalitetet nga një ushtar, aja më tepër ka qenë që të gjitha nacionalitetet të zgjojnë urrejtjen ndaj kryerësit të kësaj vepre, për shkak nuk besoj që ka kryer se nuk ka mujt mi përgjigj ashtu në mënyrë njerëzit në nacionalitete. Po mas kryerjes së masakrës atëherë etiketohet dikush që e gjetën kush ka qenë fajtor për një gjendje të tillë. Imagjino çfarë rrethanash. Kalojmë te fotografia tjetër. Tash kështu. Kjo është realizimi i dëshirës së prindit, cili thjesht pak me mundin e fizikën e vetë ka nda ndoshta edhe kafshatën nga meditja e udhëtimit vetëm për ne fëmijët e tij. Më pëlqej kvaliteti i fotos sepse ashtu ke zverdh pa e maj, ku tash isha në rolin e ushtrimeve si mjek i ri, edhe kënaqësi edhe personale imja, realizimi i dëshirave edhe synimeve. Nuk po muj mi pa dhe bashkë krejt qetë se flokët e dendu në atë kohë. Nuk ka të bëj me fotot, po rikujton momentin që
Doktor, a kështu në brendin tuaj shpirtërore, kur trajtoni një familjar, në rastin konkret prindin, a është natyrshëm ndonjë ndjesi tjetër apo është e barabartë? Është e veçantë, edhe nuk preferohet me qenë edhe qaj trajtu, sepse ona emotive ka ne mund të anoj nga edhe ndonjë përcaktimi gabum, ose një dëshirë që mos gjesh atë shka synon që është diçka fatale për prindin e tillë. Unë kam pas momentin ndoshta jetësor se isha vetëm në shtëpi dhe të dy prind kanë ndru jetë në durë të mia, ajo unë e marrë sikur një ngarkesë shumë, do ta kujtoj krejt jetën sot jam gjallë, por edhe falenderoj Zotin e të tjerë që ma mundësun të jem në frymarrjen e fundit në shiqimin e tyre djalit të një, por edhe ajo është pak kënaqësi sepse kanë drejt edhe me pushu mundon nga kjo jetë edhe ata gjithë që kanë lindë, por me një dëshirë që lojmë pas një brez dhe edukun të sjellshëm edhe të mbushur me dije. Se edhe nëse analizojmë këtë foto, sa shihet shikimi i prindit i afërt me ju, i besueshëm në një farë forme. Dhe i momentin e fundit me kolegun tim, tash adha i ndjerë, doktor Sami Macula, jemi kujdesur për shëndetin e prindve. Kemi marrë vendimin kur puna e zemrës mori një drejtim pat fatal, pak riparushëm, pak thyshëm, edhe pajtohet njëri edhe me ato momente, po thash gjithmonë kur u deshta moment pak largohem prej momentit të dhomës tillë, në revokimin tim, kujtesën time, me pash momentin kur sa u gëzu, kur arpi punët, kur i kom thonë kom diplomu. Kështu që kënaqësi që i kemi shërby prindve tonë edhe me mundësi tona personale, edhe energjinë edhe dijen që kishim marrë, në krahasim me gjenerata që kanë vujt popullatës, që se kanë pas qatë përparësi. Nga kjo foto e bukur, kalojmë te një fotografi tjetër, shohim cila është me radhë, ku jemi këtu? Kemi në shkallët e Institutit Patologjisë dhe Anatomisë, gjithë janë mjekët edhe është një brez në viteve 1981 kemi qenë absolventa, 82-83 kemi kry gjithë për këtëne të pranishme për para janë doktora shkencave, mjek Duka Gjin Kryeziu, Rukia Ramadani, Zana Kotori, 2 motrat nga Peja, Jeta dhe Ajdini me mbiemër, Zana Doda është në Suedi, kami plot. Kjo është rikthimi tash i vlerave, ngritja në një nivel pak edhe më të lartë institucional, ku Fakulteti Universiteti Prishtinës filloi me prodhimin e kuadrave në gjitha fakultetet e elektroinxhinierëve të ri, juristëve, ekonomistëve, mjekëve, që shkollimi i profesorëve tonë edhe përkushtimi tyre të nxjerrin një brez shkollun, manifeston që ky grupi gjithë mjekëve të ri me gëzim, me kënaqësi ja ktheshim vendit tonë ato që kanë investuar me kohë, me jetë. Doktor, të gjithë e dim që mjekësia e ka një vështirësi në përfundim të finalizimit të derit të diploma. Kishit kohë edhe për ahengje, për aktivitete, për t'u kënaqur, për ta shijuar atë jetën studentore? Po pra, patjetër, sepse një kënaqësi, një gjeneratë e tillë nuk ishin vetëm ne Gjakovar, po këtu ka Mitrovicës, Prizrenit, Pejes, gjithë e Barçinat, edhe me shtime qesh atë slengun e gjuhën nga Vishin, Duka Gjindi, ose për pejanës e tjere. Po kënaqësi është që shëtitjet, një pije, një kafeteri momentit, një vizitë në kino, ose diçka tjetër e përmbushim. Unë kam qenë angazhuar edhe me sport.
përparësia kisha frikë se ndoshta më reflekton në ramin e nivelit studimeve, po jo, ndoshta menaxhimi i lehtë i kohës edhe rrethanave, kur janë ushtrimet, kur janë ligjëratat, kur pushojmë, kur shkojnë stërvitje. I ki balancu mirë. Po, dhe gjitha. Kam mbi 14 vite, kam qenë qoftë mjek i klubit, handbollit, basketbollit aktiv. Edhe ato kanë lënë mbresa dhe shënimet janë kënaqshme. Gjithsesi. Kalojmë te fotografia radhës. Sa fotografi të bukura, doktor, që ku dolëm këtu në disiplinën sportive. Besoj një kapitull i rëndësishëm edhe ky. Jam këtu në kam afër trajnerit. Po. Kanë qenë kohra kur klubi na i bleke patikat edhe u gëzoshim. Unë isha mjek në praktikë përgjithshme, kisha mundësi mi afru vetit patikat pak më të qëndrueshme, se numrin ishte në pyetje jo fort kvaliteti. Po. Po me një nivel gara tona, një nivel asaj kohe krahin, ka qenë kënaqësi vërtet se çdo të shtunë dishim që kemi me udhëtu, janë Prizren, janë Gilan, janë Pej, janë Mitrovic. Është doktori Jeton Zarari, Lozim Babuni, shkëlzen një vllau i Çkalës. Ka Vllaznim Raci, Burim Koshi, Hektor Grezda, edhe treneri, Shasivari. E bukur, ha? Patjetër. Momentet mira keni kaluar. Atë kohë klubi ka qenë në gjendje edhe me na ofru pak edhe përgatitje jashtë qytetit. Edhe me kënaqësi verës kam shfrytzuar momentin tillë se kam qenë një herë në Dubrovnik në trajnime kolektive. Po gjithmonë me disiplinuar se na ndoshta prej inferioritetit prej ka vishim edhe ku shkojshim ajo të pakës të mbi sundojke që t'jemi ma të qetë, jo arrogant, jo safi energji destruktive. Shumë e bukur. Kalojmë tutje? I ka të mirat ky emision, a fshet? Kurse ka ditë që doktori edhe ka qenë sportist. Ja, unë dheshin, por qesha me fëmijët, theke as familjarët nuk pas kanë ardhur në publik. Ka pas momente kur kemi lujtë edhe lojna shumë të rëndësishme edhe salla ka qenë gati për mbushun. Po që thash një konflikt, asë një moment nuk kemi qenë simboli një arrogancë, një agresiviteti. Lojra ka qenë ma tepër, këto jemi me trepqen të lujtë. Po. Fillimi lojës. Ti nga ana profesionale besoj i ke menaxhu mirë emocionet. Fitoren natyrisht gjithkush e shijon. Por humbjet, si i menaxhonit? Mirë, kuptoshim që si një herë mujmë pak me ndryshu. Mu më ka ndodhë që gjatë lojës dy shokët e mi diskutonin në mënyrë zëshëm, unë për me i largu pak edhe me i fokusu ku jemi në parket, edhe e shtyna në faqe, jo, zatruna shuplakër dhe shka po e largova, a i treneri e qmoj ata si faulë dhe më dënoj mu se i qësova dy bashkëlojtarë tonë. Interesante. Kthehemi tash te fotografi. Po? Kom pas mundësi ndoshta edhe me vazhdu referimin ose trajnimin e këto, por do me tregu që thatë edhe vetë kur dirigjohet koha në mënyrë racionale, të mbetet edhe për një pije në lokal, edhe për një film nëse ki interes, edhe thjesht verë dimen se marrja aktive me sport që relakson prej lodhe fizike, të relakson psikikisht. Edhe vinë më ndë edhe knatësit e momentit se na ka metë respekti asaj kohë, shpesh takohemi në për klube tjera me gjeneratës jonë kur kemi qenë aktiv. I kujtoni ato momente gjithsesi. Po. Faleminderit doktor edhe Po. Me autobus kur udhtoshim bëshin gara cili përgjenë mbi shkrimin e dyqanit ma qeshrak. Rrugës që keni po. Edhe një lastragji, shkon lastër punus, lamarin punus, se nuk e kanë qytë lamarin atë kohë lastër punus, e kish pas Solea.
Soleja. E Soleja ka qenë krema e durve. E ndoshta i shkreti pronore prej durve thata që prej të punu me lastër ka pas i Figurativisht e pas ka përdor shumë e bukur. Interesante. Edhe kush e gjeti atë emër, e gjetë ti apo dikush tjetër? Jo, kolegët e mi po vike me qesh, më se ku ta prej dëshirës me shku rruga sa më shpejt të qeshen me barceleta, batuta dhe sjellje të ndryshme, komentojshim atëherë. Po. Kur është bërë kjo fotografi, doktor? Kja është mas diplomimit, majtëm vit në fakultetin e mjekësisë në aftun për me marrë diplomat zyrtare se nuk në kanë pajis me një dokument veçantë si diplom qyshë me njërë si kemi diplomu, por kemi qenë ftun se si dipinesh. Solemne, do më thënë në njërë solemne, po. 1984. Moment i bukur, a? Po, figur, ku me ditë kur ka që shqyqimin, jeta, planet, mandej tash dëshirat t'jesh me dikon që donë, që shmon, që respekton, krejt ato ndërthurin një personalitet kur gjot veçan prej shumë tjerëve të kolegëve të gjeneratës, sepse përveç fakultetit tonë mjekësisë kem pas arkitekta, kem pas inxhiniera, jurista, ekonomista, që plot jetë, plot buzëqeshje e kanë përballuar një etapë në zhvillimit të në si intelektual. Kuptohet. Ishte koha kur mendoje me njerë për specializim? Në specializim e kam ditë që dekët operative nuk më flejnë hatër, sepse ndërdije edhe me shkaqesh bashkëshortja ime, thasha ndërdije një sadista pak se një knatësi kur e preni pak trupin, ata faktikisht jashtë edhe definimi t'ilë që mas nështë nuk jenë pajisë me dije shumë pak si barcolet, por mas shumë t'i ndihmojnë, se i qasin direkt për ndryshime patologjike në trupin e pacientit. Prandaj kirurgët janë të çmunë. E unë nuk më flek e kirurgjia në hatër që ta kom ditë që në këtë landet tjera mandej në ndikimin gjatë stazhit me doktor Mamut Lidhen edhe me drejtorin e kombinatit Emin Doraku, dispanzerit mjekësisë punës Emin Doraku, nuk kom pas atë kohë kurrë ndalese në realizimin e asaj dëshirave të mia. Kjo më kanë përkrah edhe kur kanë vendosur me shku në specializim në Sarajevo, mund prak luftës, është dashtë me mu evaku gati në momentet e fundit në vitit 1991, ku filloj atëherë katrahura vërtet dhe shkatrimi i qytetit, damtimit njerëzve. Ku edhe thamë para se me fillu emisioni, njerëz kanë pagu, kjo nuk ka përshkrim, kanë pagu në mënyrë që prej bjeshve për rreth të vrasin fëmijë edhe popullat pa fajshme. Pse vetëm kanë lindje, kanë dashur me tunë që atë vendin ku është një trashëgimi e prindve tëne, gjyshërve tëne, masakër dhe thjesht njerëzi. E vërtet. Ecim tutje? Na doli kjo fotografia. Na ktheu pra. E kam marrë për mësë me kujtu që është me botox. Janë faqe të polake, atë kohë pak mbi pesha, nështë pasiviteti edhe dëshira, kjo shkolla e obori shkollas Emin Doraku. Pa. Edhe këtu stili i veshjes, marakli, duket sikur nana me na pa. Nxënësit pedant shihen kështu. Jo, s'ka qenë gjë e fort, sepse atë kohë isha me gjatësi dhe me peshë ma i përparun se sa shok të gjeneratës, u gëzosha veç kur gjejsha numër, se për stilë këto herën tjetër. Kështu ishte aso kohë. Kalojmë të fotografia tjetër, shofim kjo fotografi, doktor, një qytet i shkatruar. Me 19 qershor 1999 po. Po sa përfundoi lufta, në erdhë një grup ishim të është parë dyqani qebaptorës Emin Delis, edhe familja Haxhi Beqiri. Të ambulanta aty, po? Po, bashkë të rrethi. Xhamia Dumit me minare të shkatrume. Të më thonë,
ky sistem nuk I ka mbrojt as monumentet sakrale, se këtu s'ka mujt me hyp snajperisti me gjyq snajperistin, po kanë dashur me shly edhe traditën, edhe kulturën, edhe objekte të tjera, po. Në mbrëmje ishim me një takim që ka gjatë një 4 orë, se unë kisha shka me fole, shka kom pa gjatë luftës. Po. Momenti ka qenë I tillë, edhe është hala që ai artikull është në internet. Këtu e shohim shkatrimin që përveç vrasjeve, përveç shkatrimit, kanë dashur edhe materialisht ta gjynëzojnë se secili dyqan ka pas 2.000 deri në 5.000 marka ataj kohë vlerë të diçkafe që kanë tregtu. Po. Punime, artar, shtofa të ndryshëm, dyqane. Kjo është neve qëllum të dytë mrita Metëm Gjakov, unë isha I angazhuar në spital sepse kanë qenë mbi 480 bashkëqytetarë me prindër në moshë shtyme, me situata të ndryshme që smundja I ka bërë pas më shumë ikë për Shqipëri. Po. Unë kisha shpresë që përfundon shumë më shpejt sa që zgjati. Bile kemi qenë pak pikësynim jo unë si personalisht, po tanë mjekët si figurë shprazës së mlefit edhe dëshpërimit që humbësat më të mëdha apet jenë vetë sërbë, por me respekt për secilin që dha jetën për një ideal të Kosova të jetë e lirë, të jetë e kosovarëve edhe atë dhe I fëmijëve tonë tashëm gjatë gjeneratave që vinë. Një tmerr, një ndryshe është mi përjetu spontanisht. Këton kam pas bindje që s'ka met kërkush në Gjakova atë kohë, sepse prej satelitit edhe fotografive nuk ka pas qarkullim gjatë ditës në për qytet. Nuk ka mujt me besu që për natë kur hinë trupat e natës, unë isha me fëmijë në dorë, ishte tenka italianëve, edhe sërbë që dëshim I hapë rrugën prej popullit kanë qenë në eufori se dita shpëtimit erdhë, po qia tjetër tash që nuk vret, po djali im I vogël ishin në durët mija dhe nuk e du natën sepse ishtë meri, tolovia, e nuk di kimi që mund normal që me 4-5 vjetë. Cila është përparësia, po. Kjo fotografi është një imazh, ndoshta mund të themi që mbetet në memorien e gjithë secilit kur e kujton se si ishte. Po, secili ka një projektim, një roman, ndoshta mundet me shkruaj në projektimeve të veta, ato ditë që ishin fizikisht me gjallë, unë kam pas mrita të qesh, kam pas prej lodhës fizike këto, më dukshë si halucinacion, si një lëvizje gjilpërës radarit, sepse të lodhën me punë pa mundësi të komunikimit, gjithmonë të eskivu takimin direkt me këta, por thash edhe njerë nuk di si I banë ndërgjegja, që mbas krejt aty në shka kanë përjetu, neve shpesh edhe na fajsojnë, e dojnë të minimizojnë dhunën, tragedin, shkatrimet, vrasjet, që I kanë bo një populate të pafajshme. Fiks. Kalojmë te fotografia tjetër, ndrojmë moment me siguri. Ja, moment gëzimi. I thash... Kur urzimi shumë publikimeve tjetës. Në ditëlindjen teme, 1965, jam I lindë me 7 tetor, 1959, edhe atë ditë I mbusha gjatë 5 vjetë, po me këta mora dhe një zarf, ku murojshin pensionimin, fëmijët dhe familja më batën përgatit, kanë fëtu gjithë shokët e mi të vlefshëm gjatë jetës, qoftë fakultet, qoftë shkollë fillore, qoftë gjimnazit, qoftë qytetit që na kanë ndërlidh, edhe I falenderoj gjithë që ndanë momentin e gëzimit një që është I papërshkrueshëm me fjalë. Gjatë 5 vite ishte edhe dita e pensionimit ndërkohë. Dhash Zoti na shërbej sepse ka njerë mosha nuk është limit për mundësitë intelektuale, jo vetëm në profesionin tonë, po është mirë që edhe qyteti të hap dyrët
megjithëse po ka vështirësi me punësu mosha të reja, por ka hala potencial njerëzor dhe gjallëri dhe energji që mund të shërbej si një mbikëqyrje për brezat që vinë në iniciativat e tyre, në startupat e tyre, në hapat e parë në bërit biznes ose mundësi tjera për qelëse. Pak buzëqeshje ndoshta duke shumë i relaksuar. Më duke pak si e thartë se ndisha e kam paramendu vetë pensionerin pak si një limon të shtrydhun, të shpenzum pak emotivisht edhe fizikisht edhe pa vullnet e pa kreativitet. A realisht si... A realisht kur përgjej vetëm pasqyre nuk më njoh kush është ai para meje, por shumë shpejt kaloj kjo kohë. Sepse angazhimi, krijimi i vlerave, afirmimi i autoritetit edhe mundësi tjera që të kontribuojmë të ngritja familjes, se sot është një sakrificë e madhe kur vendos me pas një fëmijë. Është përkushtim mandej total i kërkesave një qenie pafuqishme që nuk në ka zgjedhur neve si prind, po na duhet patjetër të ofrojmë vërtet më të mirën për fëmijët tonë. Shkollimi, edukimi, suportimi tyne. Dhe gjithmonë ato pikpyetjet aja dola me i realizu krejt Po, i planët. patëm lëshu fëmijët me shku në ohër me klubin e vllaznimit, pionerët me shku në ushtrim me disa ditëshe, një javore në ohër, edhe vendosën për vikend me shku mi pas si po kalojnë. E thash, a dini hotelin e emrin me na tregu, po tha, Atstaba. Thash si? Atstaba, tha bab. Vajza vogël, më randërmend që kanë përkthy Zastava, Qirlic. Që... kanë lexu për Shkronja. Zastava, aja i bike në Qirlic Atstaba. Më shtini me qesh atë kohë, dhe më thonë, kjo ka qenë detalje vogël, por me ju qëndru pak me mundësit tona që i kishim, thjesht vendimi është shumë me lëshu sa të fëmin 5 vjeç me mbikëqyrje diku tjetër. Me grupe tjera, po. Po, thjesht pak përgjithësi e madhe edhe për ata, edhe për neve si prind. Po mos mi nda prej shokëve, shoqeve, ne të shoqërohen e të rriten si brez me kënaqësinë e plot. Po. Pas 65 që shofim doktor far fotografie, këtu familja. Momenti është po në Gjakov, Po. në lokalin e pallatit. Momenti i kënaqësisë ku djali është këtu mrapa me vajzën, Lorinën, edhe djali tjetër, Mrita, bashkëshortja ime. Moment pak relaksit, moment pak kënaqësie, sidomos realizime edhe synimeve tona, sepse Lorina ka diplomu në shkencat e dermatovenerologjisë. Po. Është në pritje të inkuadrimit që ky sistem nuk po jep shansën e duhur fëmijëve, sepse janë 400 kërkesa për fëmijë të ri, mjek të ri. Janë 100 e sa djemë e vajza që presin mu inkuadru në sistem, e që sistemi pak nuk po mundson, nuk hap dyrt me shtinë në mbrell një brez që Profesionistësh. po, se mandej të zhgënjyn për kanë opcion edhe arsyetim që asin përëndim. E cila po i kërkon duar hapur, po i pret duar hapur. I pret hapur. edhe mbi mosh, Po. në 65, vetëm ku jenë taft me kontribu, mes marrën qatë gjendje, thjesht pak dëshprimi tëne, sepse edhe na si prind kem kënaqësi mi pa rritjen dhe zhvillimin e këtyne si familje, me fëmijë, me nipra, me fëmijë dashtun. Djemë çka kanë përfunduar? Larti, djali i madh dhe ka së shpejti mrena 3 javë pret të delën provim specialistik për neurologji. Neurologji, shumë bukur. Lorina është në sëmundjet e lëkurës, kurse Andi është rebeli i familjes.
na ka gëzu që nuk ka marrë mjekësi, S'ka marrë mjekësi, po. edhe ka marrë shaka zgjedhë vetë teknologji informative. Shumë bukur. Ka si brez, është një shumë djemtëri me edukat, me sjellje, e perëndimi din mi absorbu konkretisht se cilin për këtëne fëmijëve. E bukur kjo. Ecim te fotografia tjetër. Tash kohë shpenzon edhe me. Me nipin, ndoshta ndjenja jonë që kohën kur na kemi kriju edhe fëmijë, kemi qenë mbi 100% të angazhuar në mënyrë profesionale. Po. Se kërkun nuk të pret një përfitim material nëse nuk investon Kuptohet. në qatë drejtim. E tash një dëshirë e tillë nuk ja fali vetes, ndoshta se kemi mujt me qenë plotësisht përkushtuar në rritjen e zhvillimin e tyre, sepse obligimet mas luftës kom folë më shumë anglisht sa shqip. Task Force për drogën, peje, Task Force në UN, në Prishtinë, formimin e qendrave shëndetjet mendor, hapjen e sistemit të ri, ku është qasja në familje, të rikthehen smut, jo të izoluar mas qabratit, po me qasje thjesht mi koncepu qatë moment filozofik që janë qenje njerëzore, kanë drejt me qenë të lirë, por ka edhe përgjithësitë e veta se mandej ata si të lirë, ndoshta harrojnë gazin në kuzhinë, e mund të ketë pasoja për kujshit poshtë e nalt. Kuptohet, po. Shëndeti mendor që është transformu plotësisht të i falendru punës ekipore tonë fillestare, pionere, me edukat, me trajnime, e ketë ka marrë kohë për fëmijët tonë. Ndërkohë që thash e ke luksin. Tash jemi të vetëdijshëm që nuk kemi edhe jetë shumë gjatë, ne duhet mi shfrytëzu maksimalisht 120% kohën me nipin e me momentin është vetëm ky i adhurumi i familjes, edhe pak i lazdrum. Natyrisht. Qenka për hasret për momentin. Po, patjetër. Ke një lidhje të mirë besoj me të, ha? Po, aja të shkrinj shpirtin kur të... Si ka emrin? Dasant. Në regjistrin e emrave në Prishtinë duket janë ishin vetëm 2. E ka përzgjedhur vajza Dasant. Shumë interesant. E kur të thirret gjyshi e din që me lodra, me aksentin pak me R nga Prishtina. Jo Gjakovar me R. E ka atë lezetin e vetë, edhe një qerë dhe aksent bashkë tjetër. luajnë me fëmijë tjerë, të shtin pak me qesh. Po. E pas Dasantit vogël, shofim fotografin tjetër, po sa i bukur qenë ka more doktor këtu më afër. Tash ky Dasanti është tash në kohët fundit, muajin e fundit, rrit pakës, është i gjatë, është dreq, ka safi energji, po të pak të e përgatit për me shku në qerë dhe që ata disponimi për gjumën. Bukurosh qenka, bukurosh. Ta keni me jetë. Faleminderit shala për gëzimet juja. Kalojmë te fotografia tjetër. Këtu është në oborin ndërtesës ku banoj. Ndoshta pa dëshirën e këtëne banuzve, sepse pak fëmijët nuk kishin mundësi. Unë vetëm në gjyri kam bo këtë fushën e basketbollit edhe kahun. Këtë djali madhe Learti me Andin, pak të ushtru forca një me një. Në basket, koha lirë e tëne, knatësi, sepse ashtu lagje që ka qenë përpara tipike mahalla, o shujt si koncept edhe si mundësi e gjetjes shokëve se... Në lagje? Po. Jashtë dyrëve të shtëpisë. Këtë e bëri teknologjia, doktor? Po, patjetër. Bile kur dëgjon zëra tash në hapësira afër banesave kolektive, çuditesh, o sa mirë pas ka fëmijë ende që holozi. Po, në parë se se kam shok ti kom gjetë në fushën e sporteve të vogla Shaninushi në Gjakov, në qendër shtetit. Edhe kur ishim të rritur në afër ka qenë fura me kifle, prandaj e është ditë momenti ka shkojnë. Fëmijët tonë sot kanë pak janë të limitun në qëto qasje, të dytë kanë marrë
njohje edhe nga sportet tjera, po që ju ka flejt hatë pak basketin ndoshta. Po edhe larti ka përfundu fakultetin, 5 vite të rregullt, 5 vite specializim, e tash është moment pak në mosh kur gjë s'ka humbë, edhe o kënaqësi edhe për ne se shohim pak realizimin e synimeve të tij, dëshirë se edhe ata kanë dëshirë mi pa veten qenë pa mbarun, që kanë mundësinë nëse me kriju një autoritet personal. Po, patjetër. Gjithsesi. Ecim te fotografia tjetër. Kjo është momenti dekanati fakultetit mjekësisë, pari Lorina ka qenë, po ndoshta renditja e tillë, mandej ka diplomu brenda një muaji edhe djali, Larti, që është i vogël i Andi, si shoqërues në familje, në prind me vajzën, Larti mban diplomën e fakultetit mjekësisë. Po. Knatësi e vërtet. Knatësi? Krenari, sepse përmbushin një ideal jo vetëm tonin familjar, por edhe komunale, thjesht ku me marrë me pas Gjakova fëmijët e secilit për secilin prej nesh janë të veçantë. E vërtet. Edhe knatësi e vërtet ku ishen të gëzushëm, edhe përmbushin një ideal, nesër mas nesër janë pajisën me një titull, edhe muj me kontribu edhe në mënyrë personale edhe profesionale për qëtë popullat që ju ka mësu me ardhe në kushte me studiue me të në gjuhën kombëtare. Faleminderit pas këtij suksesi të fëmijëve, shohim fotografia tjetër. Tu me doktoreshën. Një moment pak i kënaqësisë, i gëzimit, e ndaj me shoqëni me rrethe, sepse edhe shokët e gjimnazit asaj kohe, sot pak takohemi edhe me shokët e fakultetit, tash që vinë nga Helsinki, nga Linci, nga shtetet United Kingdom, Mbretërinë e Bashkuar, edhe dikush neve në mesin e të neutralëve na meti që metem në Gjakovë në Kosovë, e une sot shumë e potencoj momentin spiritual, sepse ishte lufta që patëm fat, pa ndonjë zgjuarësi personale, mbetëm gjallë. Ishte Covid-i mandej që atakoi krejt njerëzimin edhe planetin edhe pa fuqinë që si do mundet të mundal jeta. E njerëzit sot prapë mas i kalun edhe i kanë dhënë vetit betime që do të ndrojnë sjellje për me ditë që është shpirtërore ajo ndjesia më e vlefshme se sa materiale, se mundesh mi pas ndoshta 2 tulla me ari, po nuk ndron jeta, nuk ndrojnë premtimet. Njerëz po harrojnë që ato premtime që i kanë dhënë vetit edhe familjarëve që do të ndryshojnë, prap ka urrejtje, prap ka nërskamza, prap ka nënçmime që për mua janë thjesht të papranueshme. E vërtet. Thjesht patëm momentin, e përjetuam frigën, mbetëm gjallë, se shumica nuk e gëzuan qatë drejt me tillë, tash është momenti pak i qetë, mi mbyll një kapitull dhe nuk është ajo zgjedhja jona dhe sa do të jetojmë, por me lanë gjurmë, me lanë pak edukat, me lanë mirësjellje, me lanë mas vetit një shënim që ki lanë gjurmë këtë jetë në këto kushte jetës sonë përgjithshme. Doktor, çfarë bën një martesë të suksesshme? Si që keni ju me kurorëzim të sukseseve të fëmijëve, me sukseset të doktoreshës, duke mos përjashtuar edhe sukseset tuaja? Lypet një sinqeritet, thash edhe fillim kur përkushtohesh që do të kesh një lidhje më të qëndrueshme emotive dhe personale me dikon që e çmon edhe don. Dashuria është pikë spore, pikë nisje e një bazamenti të shnosh, por shpesh ma hitem me bashkëshorten se thamë nëse zgjatë mbi 6 muaj, 8 muaj, ajo veç është një gjendje pak e se ngarkesës, ledhatimi pa kufi i durve, gishtreve tjetër, ka lënë koha kur jenë obligimet, kur vinë mundësi tjera që duhet mi konkretizu,
Ajo është respekti i madh që kemi njëri për tjetrin, sepse mbas një burri edhe suksesshëm qëndron një grua e fuqishme që la mbush. Unë kam pas ideal një jetë mi pas një person në krah timin që nuk vuj nga edukata që do të marrin fëmijët në ndikimin e autoritetit të saj. Se i sigur që është person komplet, meriton respektin e thellë të timin, edhe kënaqësi që bashku kemi ndërtuar një ambient ku fëmijët tonë shijojnë vlerat, jo vetëm se i njohin si fëmijët tonë, por edhe me autoritetin e tyre tash kanë afirmuar vlerat personale. E bukur është kjo. Duke nëse nuk gaboj, kjo është e fundit, shoh nëse kemi më, kështu që kemi përmbyllur këtë Nuk di si t'ju shprej edhe momentet e revokimit tim në psiqikën time të këtyre momenteve të mia personale, po që thash identike mund se secili për nesh me gjetë momente të tilla, edhe kënaqësi sepse një ndjesi e relaksit e rikujtimeve është pa përshkrueshme, edhe ju faleminderit nga zemra. Faleminderit shumë, nuk kënaqa, kaluam kohë, dëgjova shumë gjana të bukura për jush, edhe mësova shumë më shumë se sa rëndësishme është jeta dhe sa mirë duhet të dim t'i ndajmë momentet. Edhe më bëri përshtypje gjatë këtij diskutimi ajo mirënjohja që patët për njerëzit tuaj të veçantë. Faleminderit shumë. Ju falenderoj tani juve edhe për mundësinë e dhënë. Ndami këtu bashkë, kemi diskutuar me doktorin për rreth 60 minuta. Uroj që të jeni kënaqur edhe ju me rrëfimin e tij personal. Vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale dhe të na propozoni gjithmonë figura siç bëni rëndom. Takohemi të martën e radhës. Mirëmbëjtje.